Familja e këngëtarit të ndier Shpat Kasapi ka njoftuar se ka qenë ik ditare, drejtori sportiv i Milanit, personi kyç që bëri të mundur kthimin brenda pak ditëve të trupit të Shpatit në Maqedoninë e Veriut. Tare ka ndërhyrë personalisht për të përshpejtuar procedurat e ndërlikuara që lidhen me rastet e tilla në Itali. Shpat Kasapi ndërroi jetë në Bergamo, në natën ku kishte mbërritur në Itali, ndërsa më pas trupi i tij u transferua në një spital të Milanos për analiza, obduksion dhe procedura të tjera ligjore, të cilat zakonisht marrin shumë kohë, por në rrethana normale, kthimi i trupit do të zgjasë ndjeshëm më gjatë, por fal ndërhyrjes së iglitares, procesi u mbyll brenda vetëm 4 ditëve, duke mundësuar që i ndjerit të prehen në Tetov të dielën e 30 nëntorit. Vllai i Shpatit, Albin Kasapi, shprehu mirënjohjen e familjes përmes një deklarate. Këto janë ditë dhimbje të madhe për familjen tonë. Falenderojmë të gjithë ata që kanë qenë pranë nesh në këtë humbje të rëndë. Duhet të shpreh falënderim publik për iglitaren, bashkombasin tonë që bëri të pamundurën dhe ishte faktor kyç që trupi i Shpatit u kthye në kohë rekord në vendin tonë. Na është gjendur jashtëzakonisht shumë dhe e vlerësojmë pamas këtë mbështetje, tha Albin Kasapi. Familja ka thënë se ndihma e tares ka qenë vendimtare në këto ditë të vështira, duke lehtësuar një pjesë të barrës emocionale dhe procedurës që përjetuan pas humbjes së madhe. Shpat Kasapi ndërroi jetë mbrëmjen e së martës, 25 nëntor, pas një arresti kardiak në Bergamo të Italisë.